Pra halli ishte ku do punosh, Të gjë ndjeve dhe nga familja? Familja ime pasaj është histori tjetër. Në periudhën që unë jam mbuluar, kanë qenë totalisht kundër. Totalisht kundër? Totalisht kundër. Ndryshe nga familja e Valmirit? Dhe këto kundër ishin, po ishin pak më të zbutur. Po familja jote ka qenë më kundër, totalisht kundër. Çfarë, do të thënë patët distancë, ftoje? Shiko, unë e kam treguar historinë time, nuk ka problem se po e them. Edhe këtu në momentin babi im sot është njeriu që unë dua më shumë në botë dhe pa atë nuk e mendoj botën. Por kur unë jam mbuluar, kam patur një telefonat dhe më ka thënë ose hiqe, ose unë do vi dhe do të therë. Dhe kur e mendoj që shumë gocave mendojnë që e vën mbulesën të imponuar nga burri ose nga babi, ndërkohë që ne e vën mbulesën dhe kemi ndoshta edhe prindrit kundra, babin ose bashortin, nuk ka qenë rasti im ky me Mirin. Dhe unë atëherë lutja thosha o Zot, nëse babi më therë, më bëj të bie shahide. Sepse nuk e mendoja që zemrimi atit mund të zbutesh, sepse atë ka patur, na ka rritur me shumë mundim dhe donim që ai na shikon të neve me gjithë opsionet e veta, se ka patur frikë për mua. Vuajte zemërimin e tij. Por se më pas, mbasi kaluan ditët, ai ishte personi që më së shumti më ka mbështetur. Po ndentet një periudhë? Jo, nuk kaloj shumë kohë. Me fjalë atit i ra zemërimi shumë shpejt dhe kur unë kërkoja... Pse ka qenë në lutjet e tua të... Po, gjithë kohës. Dhe kur unë kërkoja punë, babi ka qenë ai i cili ishte më shumë afër meje, sepse në vitin 2006 kur unë jam diplomuar, unë e kam arsimin shumë afër zemrës. Nëse mua më fut në një sallë me fëmijë, unë aty shkrijem dhe bëj art, sepse dua që fizika tek ata të jetë gjëja më e lehtë në botë. Por që pavarësisht dëshirës dhe përgatitjes time si studente shumë e mirë të fizika, kur unë mbulova, impakti i parë ishte që nuk pranohesh të futesh në arsim, edhe pse je me një fjalë me një veshje. Vetëm ke medreseja, medresën e Beratit kam filluar punë si fillim, ama babi im ka ardhur në Tiranë vërdall, më kujtohet ata njerëz që kemi takuar, që ai bënte atë sebepin si baba. Me fjalë unë isha me vete me atë, me diplomën e fizikës, me atë mbulesën siç e mbaja unë atë kohë, dhe ai ka bërë luftë me mua derisa unë të gjeja një vend pune. Pavarësisht të gjitha gjërave. Dhe pastaj ka qelluar që janë mbuluar 2 motra mbas meje dhe babi në një bisedë të ngrohtë kur kemi bërë një shaka më ka thënë, po për ty u mërzita, tha se e dija se po ta vije ti e kisha marrë lejen e këtyre 2 tjerave. Po, vërtet ashtu që Valmir ti i ke shndruar pranë atë periudhë dhe mendoje që ose ke influencuar sadopak se njerëzit më shumë njerëzit i formson përveç pamjes fizike, i formson shpirti. Dhe në moment që ti përkushtohesh një person, atëherë edhe gjëra që ai person ka të rëndësishme i vlerëson. Po, patjetër. Dhe kështu unë kam ndier thellë që zamira, mbulesën, namazin, pjesën e fesë i ka të rëndësishme, sikur dhe unë, dhe kam mbështetur në çdo gjë. I kam dalë kundra të gjithëve për... I ke dalë kundra të gjithëve. Shumë bukur. Si dhe familjes time. Po, ndërkohë... Më falëri, edhe familjes tënde vetëm për këtë fakt. Do me thënë ti bëra të punën derisa i binde ata. Se ishte ideja se edhe ne themi shqiptar, gjithë bota, po dhe shqiptarët e kemi pak më shumë këtë perceptimin e opinionit, çfarë do thonë njerëzit. Nuk na intereson çfarë ndjen fëmia im, ose çfarë ndjen djali im, nusja ime, po çfarë do thonë tezet, apo dajat, apo ku di unë. Dhe kështu, sidomos në atë kohë, para se ka ndryshuar shumë opinioni dhe perceptimi për 20 vite ka ndryshuar shumë. Patjetër. Para 20 vite ka qenë një realitet komplet tjetër. Absolutisht, po më pas si dole që të integrohesh në punë. Atëherë tek medreseja e Beratit, pastaj zana... Për të para ti fillova punë, medresën e Beratit. Atje ishte më normale, me fjalë filloje punë. Pastaj kam filluar punë në një shkollë private në Tiranë. Dhe kur kam qenë në shkollën private në Tiranë 2009, Miri pati idenë dhe tha që Zana, po sikur të bësh një shkollë për farmaci dhe të punojmë bashkë në biznesin ton, ndërkohë që unë isha shtruar karrierës time në arsim dhe më pëlqente. Unë e dua arsimin. Me fjalë, nga gjërat që dua më shumë është ta tejçoj dijen me lehtësi. Pra atë gjën kur e shpjegoj të them që kjo është këtu dhe si kuptohet tek masa. E shikoj si misionare. E shikoj po në atë pjesën e të shpjeguarit. Megjithatë, edhe shkolla për farmaci mua më ka plotësuar, më ka bërë me fjalë që të dija në përgjithësi më pëlqen shumë. Po sepse kjo çështja e farmacive ju bëri të dyve bashkë në një mënyrë të tillë. Dhe punojmë 24 orë. Do ta kisha afër zonën. Do ta kisha afër. Partner të jetës dhe partner në punë.